Në provincën e Yuan të Kinës jugperëndimore, shkencëtarët kanë zbuluar një sër patogjenash të panjohura më parë në trupin e lakuriqeve të natës, përfshirë edhe 2 viruse të ngjashëm me ato të rrezikshëm si Nipah dhe Hendra. Nga analiza gjenetike e 142 lakuriqeve të përkatësive të ndryshme, studiuesit identifikuan 20 viruse të reja, një bakter të panjohur dhe një parazit protozoar të pazbuluar deri sot. Viruset më shqetësuese u përkasin henipaviruseve të njohur për aftësinë që kanë për të infektuar lloje të ndryshme kafshësh dhe për rrezikun e lartë që paraqesin për shëndetin e njeriut. Ato u gjetën në veshkat e lakuriqeve, çka rrit dyshimet për një rrugë të mundshme për hapje përmes frutave ose ujë të kontaminuar, një mekanizëm i njohur nga shpërthimet e mëparshme të këtyre lloje viruseve. Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse këto viruse mund të kalojnë te njerëzit. Ekspertët theksojnë nevojën për një vazhdim të vazhdueshëm dhe kërkime laboratorike për të vlerësuar rrezikun, ndërkohë që lakuriqët e natës janë edhe mbrojtës të rëndësishëm të buqësisë, pasi ndihmojnë në plenim, zhdukjen e dëmtuesve dhe pasurimin e tokës. Ky zbulim e bën të domosdoshëm ruajtjen e një ekuilibri mes mbrojtjes së shëndetit publik dhe ruajtjes së biodiversitetit.